që një vetë hala nuk dim kur gjo, sa u gjoll, sa u dejken. Biseda fundit me nonën ka qenë që e kanë thirrë në Tubim, kanë ora 5, ka shku, ka dalë për shtëpi. Por desa u kanë edhe veterani që kësë, se kërkush nuk interesohet, kjo është shumë keq. Kjo ishte hera e fundit që u pa veterani ushtrisë qëllimtare të Kosovës, Zulfi Tejeci, nga Gorozhupi i Prizrenit, e që nga ky moment askush nuk din më për fatin e tij. Me 23 janar të këtij viti, bëhet një vit që Jusuf Tejeci po e kërkon babain e tij 49 vjeçar. Ai thot se në pasditën e 23 janarit të vitit të kaluar, babai i tij doli nga shtëpia për të shkuar në një tubim elektoral në fshatin që ishte afër tyre dhe nuk u kthye më. Prej datës 23 janar të vitit të kaluar në 2025, domethënë nuk e kemi po. Me çat datë në ora 7 na kishim bisedu me ta, u kanë në tubim në fshatin Planej. Edhe mas e ti tubimi, domethënë ka pi kafe në ato kafe që janë në fshat në Planej. Edhe në diskutim me sipër, tha ka më shku të shtëpia, nuk ka anas që ka më shku për Zanas, për Prishtina, s'pa marrë parasysh dikon tjetër. Po për që soj natë, domethënë as nuk kemi komuniku me ta, nuk na ka thirrë as deri në ditë sotit, nuk kemi asnjë informacion se ku është apo çka ka ndodhur me ta. Po ka qenë në tubim të PDK-s me këta fshatarë të katonit, këto me shakanarët të api Prizrenit, domethënë ka qenë bashkë me ta. I kemi pyet këtë, domethënë kërkush nuk thotë që kanë mujtë me vrejt në esan. Kush u kanë aty në kafe, i kanë thonë ku po shkon kur u çu për më dalë jashtë, i kanë për shkaj të shtëpia se më kanë thirrë, po nuk ka ardhur të shtëpia, domethënë ka shku në drejtim të poshtë, në drejtim Gjakovës. Në bazë kamerave që i kemi po, në bazë policia që na ka treguar që domethënë deri në Karmovek ku kanë sinjale, aty mos ka asnjë lajm deri sot. Po ka qenë me veturë, domethënë me veturë ka shku pe fshatit Planej e në drejtim Gjakovës. Po vetura mas një 2 javë u zgjet. E ka gjetë policia, i kanë bërë ato farakzaminimet e veta, i kanë kryer ato sanat, po për babën hala denti sotit nuk ka diçka. Ku është gjetë vetura? Vetura u gjetë në Pej. Po dokumentet që i ka pas me veti, domethënë kur u gjetë vetura e gjetë dokumentet në kerr. Personale tina? Po, dokumentet e veta që i ka pas me veti personale domethënë janë gjetë në kerr bashkë me kerrin. Përveç telefonit që nuk u gjetë edhe kartela e veteranëve që u kanë në çk. Sipas Tejecit, deri më tani nuk ka asnjë informacion nga policia e Kosovës. Policia janë hala të kërku, po janë të kërku vazhdimisht, hetimet vazhdojnë, po diçka konkrete hala nuk ka. Kanë gjetë një person nuk kanë pak një kohë në burg, domethënë aty u ka gjetë vetura, në atë person nuk e njohëm, nuk e kemi pa kurrë. Ka pas baba juaj ndonjë lidhje ose shoqënime atë? Për sa dim na nuk besoj që ka pas një lidhje me ta, nuk ma marr mendja që ka mujt ma njoh. Po, ka folaj për policinë, domethënë që jo ma kalon kerrin e jo ana jo knaj, po cilla është e vërteta nuk dihet. Për një 2 javë që hetimat janë të vazhdu hala, jem të punoj intensivisht, po na i bëm apel policisë, prokurorisë që pak ma tepër me dhënë zor, ma mujt me gjetë, bëllit pak të ndishka me na kallzua neve, me na ratu pak si familje se që një vjet edhe na jemi me si nethe, asa na jas knaj. I kisha bë apel edhe organizatëve të dalën nga lufta, që edhe ato pak ma interesu pak ma tepër, se u kanë edhe ushtarjo që kësë, që mu gjetë për fatin e ti, që çdo që të është mu gjetë dishka. Jo me met peng që një vjet, jo sot jo nesër, ma moj shpresa. Mirë, më shëndet, u kanë nuk ka pas nëj lëndim, nuk ka pas nëj smuj ose nëj problem, kur gjusë ka pas, u kanë shumë mirë. Kemi jetu familjarisht, po na jetu me në ngërbet punom në furë, tu ka jetu me nonën edhe me nonën e vetë, me nonën teme edhe me nonën e vetë. Kanë jetu, po zakonisht kemi jetu ana kur dhe më pushim, kemi na jetu bashkë. Po në qatë periull, kur si mi kanë këto, kanë veç me nonën edhe me nonën e vetë. Biseda fundit me nonën ka qenë që e kanë thirrë në Tubim, kanë ora 5, ka shku, ka dalë për shtëpia, ka shku në fshatin Planej, edhe mo prej asaj kohë nuk u kthy të shtëpia. Nuk ka pas problem me kërkan, u kanë shumë një ur, shumë një qetë, me gjitha ka pas mirë, me gjitha u kanë një respektoshëm, kur probleme me kërkan nuk ka pas, kur të lashëm me kërkan s'ka pas. Kjana ka çudit qysh, ka mujt me ndodhë që një vjetë mos më ditë hala kërgjë për fatin e ti, kemë të çudit. Po shpresë kemi, inshallah don Zoti sa më shpejt kthehet ose marrëm një lajm pa marrë parasysh çdo që është. Shpresë kemi që në ditë inshallah do Zoti kthehet. Gazeta Nacionale ka dërguar pyetje edhe tek policia e Kosovës, por që deri në publikimin e kësaj historie nuk ka marrur përgjigje.
E prokria themelore në Prizren i tha Nacionale se hetimet janë duke vazhduar, por që deri më tani nuk ka ndonjë provë për fatin e tij.